Do me thënë, nuk mund të pres një njeri me orë e orë dhe pastaj të zërgjume. Ti ke thënë, kemi qeshur, kështu është. Se kemi kërku ndonjëherë nga njerëz që nuk na kanë dhënë atë që kemi dhënë, që kemi nuk na kanë dhënë atë që ne i kemi dhënë atyre, dhe ose ndoshta kemi kërkuar më tepër se ç'duhet, se i ndodh çdo goce. Kërkoj më tepër se ç'duhet. Kërkuar më tepër se ç'duhet. Jo, ne nuk kemi kërkuar më tepër se ç'duhet. Unë kam kërkuar më tepër se ç'duhet, nese. Unë nuk kam kërkuar më tepër se ç'duhet. Dhe në Ram, jo, kemi kërkuar vëmendje më. Por nese. Të më kthej pak atë që bëj. Egli, biseda ka qenë që domethënë jemi njësoj me idenë që dikur kemi kërku më tepër, dhe unë kam thënë e kam për vetë këtë gjën. Okej? E kam kalu vetë më shpinë këtë gjën. Ore mirë, po të bën, ore pse duhet me sjell terma posesive? Po nuk është posesivitet, më është për kujdesje. Po prit më Egli, po prit më tash, se nuk është problemi, tash ti mos thua më. Shiko, e para jam këtë thënë. Aq më tepër kur ti e di që po të bëhet një padrejtësi, prandaj ti vepron me 1 Egli, po si ka mundësi me ne të dyja, a thua ti sikur ne të dyja ishim shoqe, kishim 20 vjet shoqe. Jo, më s'kishim 20 vjet shoqe për një konsiderat. Unë për ty se kam bërë këtë gjë. Pikërisht nuk i kam thënë 20 vjet shoqe. Po si kam bërë ama edhe pa të pas 20 vjet shoqe. Po më lërë me do ta përfundoj. Ulemi tek shkallët, pasi kishin ndodhur gjëra. Debati me Lubin, se ashtu ka ndodhur. Debat, jo ndau, jo lidu, jo fuf, andej këtej Livia është keq e gri. Kështu. Ky vinte, jam i stresuar, jam kështu, uçmena, u bona andej këtej. Dhe i them, e do këtë gocën? E do këtë gocën? Jo, nuk e du. Jo, e di atë ka thënë gjithmonë. Po e di atë pjesë. Jo, nuk e du. Po. Okej? Pastaj dolën 5 pikat. Më vonë. Nuk dolën atë ditë që ishin këtu. A i thonte nuk e du, po kam këto 5 pika. Jo, 5 pikat kanë dalë më vonë. 5 pikat kanë dalë më vonë. Ajo është djali mesatar shqiptar. Prit. Jo, s'është djali mesatar. Po, djali mesatar shqiptar. Si çfarë kuptimi? Që thot, më pëlqen. Kaloj kohë me ty, ndihem mirë edhe kur i bëj gjërat me ty, nuk du t'i hy fellit, mu m'jep ndjesit mirë, kur rrim, kur flejm, kur am, kur pim, kur putem, me gjitha me radhë, thjesht nuk du t'i hy fellit, që tem, du një gjë serioze, du t'a quaj këtë gjën martes në të ardhmet, du ata... Mos u prek të keqe, Rozi. Është ego e tia, që me donë vetëm për aspektin e vetë, ndihet mirë ai. Shiko, e di si është kjo, e shoh unë. I pa maturuar. Tani mos u prek, jo s'është i pa maturuar. Do rri me ty sa gjë tjetër. Kështu është kjo, mos u prek, lutem. S'po të fyty këtu. Po the mentalitetin e Xhesit unë këtu. Nuk ka lidhje sa të gjëja, po sa mos gjej një tjetër. Po flasim për mua dhe atë, nuk ka lidhje me a priorin, çfarë do gjej, çfarë do gjej. Dhe i them, Xhesta, mund të bëjmë një bisedë të dy? Si ka nis biseda? Besoj e ke parë jashtë. Jo, se kam parë, betohem. Okej, kur dalësh të lutem shifa. Se do jetë e gjitha, kërkoj në YouTube shko shifa. Dhe i them, a mund të bëjmë një bisedë bashkë të dy? Po, më thotë më. Dhe ulemi. Në atë moment i vjen. Kur vjen ti, ai thotë, a ka mos i thotë se kemi një muhabet të dy? Po. E ti dhe, po. Okej, the ti, dhe unë t'jeve kesh. I thashëm, leze, pastaj, hajde e se ty t'ngire teatri me njerë. Banë më që thash? Po pse e the këtë që? Po s'u ta di tipin. O Rozana, pa mirë gjë. Po më falë, pse duhet shihen pas gishtit, unë të bëj një Rozan që s'jam. Unë, kur kam, shiko, ti mund këtë loj mund ta kesh studiuar shumë mirë. Po pse loj, moj? Të lutem. Ti Big Brotherin mund ta njohësh shumë mirë. Big Brotherin. Dhe këtu është avantazhi jot. Tani mos Big Brotherin nuk e njoh aq mirë sa e njeh ti si formulë. Nuk e njoh aq mirë sa e njeh ti si strategji. Po çfarë strategjie mo? Kur kam hyrë, kam kuptuar që këtu me disa njerëz mund të kesh konflikte, me disa njerëz, po do kesh disa njerëz që nuk do ta fusin. Do kesh disa njerëz që do duan tamam. O Egli, po pse e thua atë? Dhe nuk do kenë tendencën, paktën nga çka kam parë nga marrëdhëniet të edicioneve të shkuara, çka kam parë dhe nga edicionet të shkuara, kam parë goca që dhe pasi kanë dalë nga kjo shtëpi, kanë vazhduar shoqë me njëra tjetrën. Po mua më dhëm kjo që thua ti më. O Egli, po më dhëm më kjo. Dhe ato që ke bërë ti më ke treguar se ti si e futur me këtë tendencë. Po prita se po ti shpjegoj. Dhe ti dhe them, o Egli, hajde ta thash në sy, nuk është të iket dhe ta thash mas shpina. Ta them unë se kam thënë atë. Një sekond, më thash o Egli, hajde, aman, hajde se ty të ngele teatri, se unë ta di tipin. Ti e kuptoje që ky djali në këtë shtëpi, që kur kishte ardhur, thriste ai në shtëpi, Egli, dhe zgjodhe që të shkallët, mos i thoje atij që, o, zotriti, nëse nuk e ke pëlqimin e tjetrën. Sepse mos e thirr gjithkohë, mos e mbaj gocën gjithkohë sa për në këtë shtëpi, po i the, ajo është posesive deri pas teje. Ti mendon se unë se kam thënë këtë Xhestit, seriozisht e keti që unë